Të kalali shpirt, të kalali xhan. A e dini ju që është zbuluar fjala etruske baltea? Është një lloj si në latinisht balteum, rasa kallëzore, por në emërore është balteus. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse kështu formohen në ilirisht edhe në helenisht emrat femëror, por ky nuk është emër grek, është emër ilir. Ne jemi bij të ilirëve. Unë deri tani mendoj që ilirët ishin pushtues. Sa rëndësishme është kjo fjalë? Shumë. Mendoj që gjuha etruske nuk është e ngjashme me gjuhët indo-europiane. Jo vetëm që baltea do të thotë rryp, një lloj si latinishtja baltus, jo vetëm që ky është varianti femëror i mashkullores baltus, por baltea përkon me fjalën ilire balta. Në shqip është balta, por në gjuhët balltike do të thotë balt me dy borë. Është origjina e emrit të detit Balltik. Pra balta nuk është thjesht balta, por është borë e shkrirë në gjuhët balltike. Pra gjuhët balltike janë gjithashtu të lidhura me shqipen. Fjala ball është në gjuhën pruse të vjetër, balo, si në shqip, ball, i bardh, ball. Shqiptarët thonë që është origjina e fjalës ballsh. Duhet të besojnë atyre. Shqiptarët thonë që është origjina e fjalës byllis. Duhet t'ju besoj atyre. S'kam rrugë tjetër. Ka prova shumë të forta që kjo është e vërtetë. Sepse ishte fisi i lirë Balaites, që banon në Byllis. Kjo fjalë ndryshon çdo gjë. Pra mua nuk më intereson nëse gjuha etruske është gjuhë indo-europiane ose jo, por që baltea në gjuhën etruske është baltus, është e sigurt. Dhe kjo ka kuptimin e një rrypi, e një brezi. Kjo është gjë shumë e rëndësishme. Në gjuhën romake kjo mori dhe kuptimin e një brezi rruge midis ndërtesave. Si një shteg i vogël, balteus dhe baltus. Kjo është tmerr. Pse është tmerr? Më kujtua fjala shqipe baloshe. Përdoret në Dibër, aty ku kam lindur unë. Dibra etnike, Dibra e madhe. Unë do e heq emrin Maqedoni, që është emër grek, Makedonos, ka kuptimin Apollo shtatlartë. S'është e lidhur me Malokët. Është emri i diellit në greqisht, Makedonos. Por Deboros do thot lugin e thellë, Debora. Dhe grekët thonin vjen nga gjuha hebreje bleta. Nuk lidhet. Ka shqiptim të përngjashëm, por janë dy fjalë të ndryshme. Deboros dhe Debora dhe Dibra ime heroike kanë kuptimin lugina e Apollos. Pra dhe Makedonia është emri Apollos në greqisht, por Dibra është lugina e Apollos në ilirisht. Dibra do të jetë kryeqyteti i Shqipërisë së Bashkuar, bashkë me Çamërinë. Edhe Malin e Zi dhe Preshevën. Dibra është Berlini i sotëm i Europës. Siç u bashkua Berlini lindor dhe i perëndimor, duhet bashkohet Dibra e madhe dhe Dibra e vogël. Unë jam në Dibrën e vogël, jam vëllai i vogël i Dibrës madhe, por jam patrioti më i madh që ka nxjerr populli shqiptar. Pra unë po provoj sot që baltea e gjuhës etruske, rryp i bardh, është baltea, rryp i bardh që vinin ilirët në ball, është emri i detit Balltik, është emri i fjalës balt në gjuhën slave, borë shkrirë e bardh, me balt. Është emri i ballit të bardh, edhe në gjuhën pruse të vjetër, edhe në shqip. Pra gjuha shqipe është trirë deri në Europën qendrore, deri tek gjuhët balltike. Kjo është gjuha ilire, pra prandaj është kaq e ngjashme ilirishtja me gjuhët slave.
Kjo tregon që gjuhë slave janë motra me shqipen, s'ka asgjë të keqe. Kjo nuk do të thotë që shqipja vjen nga gjuhë slave. Edhe kur gjejmë fjalë të ngjashme me greqishten, kjo s'do të thotë që gjuha shqipe vjen nga gjuha greke. Pra, gjuhët janë dialektet që pastaj u bën gjuhë të veçanta. Përfundimisht, fjala Baltea ka elemente gramatikore të gjuhës iliro-helene. Është emër i gjinisë femërore në gjuhën etruske dhe Baltus është emër i gjinisë mashkullore në latinisht. Nuk ka ardhur Baltea nga Baltus, kanë origjinë të përbashkët. Këtë fjalë latinishtja ka marrë nga ilirishtja, që është folur dhe që e kujtonin të ishte gjuhë greke. Gabimisht, gjuha ilire është konsideruar gjuhë greke. Ka elemente gramatikore të greqishtes, por në kuptimin e gjuhëve indo-europiane, pra kanë të njëjtat elemente gramatikore, janë gjuhë motra. E tmerrshme se sa ngjashme është shqipja me gjuhën etruske. Por nuk vjen gjuha etruske nga gjuha shqipe. Mua më dhëm shpirti kur shikoj shqiptarët që përdorin zbulimet e mia për të dalë në konkluzione të reja. Gjuhët kanë fjalë të përbashkëta dhe ne po i gjejmë. A jeni të kënaqur? Kjo është e rëndësishme. Është i lloji sikur të ngjallësh të vdekurit. Tani grekët po përpiqen të ngjallin të vdekurit në kuptimin e rikthimit të emrave të lashtë helen në Iliri dhe Shqipëri. Kjo është shumë e rrezikshme dhe duhet ta parandalojmë, madje duhet të heqim të gjitha parqet kombëtare greke në Shqipëri. Është rrezik shumë i madh. Të ngatrohet arkeologjia e lashtë me gjuhët moderne sot. Prandaj sugjeroj që ne të heqim të gjitha emrat e qyteteve greke, ndoshta janë të përbashkëta iliro shqiptare helene, por nga që grekët janë shumë armiqësor dhe nga që grekët kanë shfarosur dhe zhdukur 37 kombe të ndryshme, jam të mërruar kur e mësova, unë nuk dua të bëhem kombi i zhdukur i 38. E kuptoni apo jo? Ju faleminderit për vëmendjen dhe gëzoni për këtë fjalë etruske Baltea, që është mbështeknë e bardhë, do të thotë edhe lop me rryp të bardhë në brez, edhe dhi me njolla të bardha, edhe qen, balo, me njolla të bardha në ballë. Mund të jetë dhe origjina e fjalës baldos. Ta shikojmë. Kafshë me njolla të bardha. Është një mrekulli. Është përtej imagjinatës njerëzore. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.